Sot inshallah vllazni do të flasim për një ajet të Kuranit ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara." Shembulli aty në të cilët ju ka dhënë Tevrati për me praktiku, edhe nuk e kanë praktikuar ato, ose sikurse shembulli i gomarit, i cili t'ia çet librat mbi shpinë edhe nuk përfiton për librat tim. Po të këtë sirë vllazni, këtë shembull që e ka përmenë Allahu Azza në Kur'an, përshtatet shumë shpesh me jetën tonë të përditshme, ku e shen njeri i cili ka informacione, ka dituni. Allahu Azza i ka qu bereqet në ditunin e tij. E i thu filan vepër është e mirë me bo, thot e di se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bu këtë. E kjo vepër është haram, po thot e di se Allahu Azza Kur'an e ka ndalu. O sunë nxën ngusht. Mirë po, kur të këshyr me veprat e tina, e shet që janë të kundërta. Informacione kena shumë. Dituni Allahu Azza na ka dhënë shumë, mirë po praktikimi i kësaj ditunie është i mangët. Këtë e ka përmenë Allahu Azza në Kur'an. Këtë cilësi që nuk bën muslimani me pas. Cilësi njëtë sikur se gomarit me mush me libra komplet. Edhe me thonë, shëram ma një mësim për këtyne libra, thot, zden Allah. Veç e banë. Allahu Azza ka përmenë në Kur'an këtë shembull, që muslimani nuk bën me kanë sikur se kafsha e cila është mjet transportues. Edhe libra mi qit mi shpinë, edhe dituni mi qit mi shpina e veç e bon për sranë. E nuk përfiton për qasoj ditunie. Për ata ditunia qka njeri ju arin ata, është që me përfitu për sajna. Me përfitu në dynja, edhe me përfitu në akhirat. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, njeri nuk shpëton ditën e gjykimit pa u pyet për disa gjana. Një për tëne, ka thonë ditunin që e ka mësu. A e ka praktiku qatë ditunin që e ka mësu apo jo? Hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, njeri në ditën e gjykimit ka mu pyet për ditunin që e ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Çka ka bo me të? A i ka mësu tjerët? A e ka praktiku qatë dituni? Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam, për duave të shumta të tij, ka thonë, o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje. O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje me mbrojt për ditunisë që nuk ka dobi. Për një ditunie që nuk ka dobi as në dynja as në akhirat. Apo për ditunisë që unë e mësoj edhe nuk e praktikoj. Për ata, Imam Ahmedi, kore ka përfundu koleksionimin e hadithëve, mbi 40.000 hadithe, musnedin e tina që i ka përmbledh. Ka thonë, vallahi, nuk ka asë një hadith që e kum shkrujt e që nuk e kum praktiku s'pak të veç njëherë. Nuk ka asë një hadith pejgamberit alayhis salam që e kum shkrujt për 40.000 hadithe e që nuk e kum praktiku s'pak të një teme njëherë nëse s'kum pas mundësi ma shumë. Kështu e kam praktiku sahabët, veprat e pejgamberit alayhis salam, mësimet e pejgamberit alayhis salam, cilët i janë shty kush pe kry një vepër që e ka mësu pejgamberi alayhis salam. Nuk e kanë pas ditunin vetëm me marr informacione edhe mos me praktiku. Qëllimi i ditunisë vllazni është që neve me na sjell dobi në dynja edhe me na sjell që ajo dituni me na sjell dobi edhe në ahiret. Në dynja për çështjet dynjas, edhe në ahiret për çështjet ahiret. Për çështjet dynjas me praktiku ato, edhe me pas dobi edhe tjerë pitej. Pas që për diturisë, thot pejgamberi alayhis salam, njeri i cili vdes i mbyllët libri i tina. Përveç se 3 lloj njerëzish, një prej tyre është ai i cili kalon ditunin hajër. I ka mësu tjerët. Edhe ata me çat dituni pastaj i praktikojnë, veprojnë e ja mësojnë edhe tjerëve. Edhe çdo person i cili vepron me ditunin që ti ja ke mësu, ki sevap edhe mas vdekjes. Ditunia vllazni duhet mu marr për me shtim praktik. E jo mu marr ditunia vetëm si informacion. Jo e diu në filan hadithi, e di dhe që alkooli është haram.
shumë e di, edhe shumë dëmbën, po s'po moj me lanë, Allah. Edhe droga është haram, edhe ato pe di, po s'po moj se shëshnia po më shti. Edhe me rajt e di që është haram, po s'po moj, se pe ly veni, s'po moj me shit kurgjë, s'po moj me ble kurgjë pa rajt, pa bo dallaver, pa mashtru. Kjo dituni, që Allah o gjellë të ka mundësu ty, do të me praktiku, për ata arije ditunia. Për ata Allah s.w.t. thot në shumë ajetet Koranit, la yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Nuk ka mundësi mu barazu ata të cilët din, ju ka dhonë ditunia dhe ata të cilët janë gjahila, ignoranta dhe nuk din. S'ka mundësi mu barazu të Allah o gjellë. Pesh ma të randë, ma të madhe ka ai cili din të ka Allah o gjellë. Se sa ai cili nuk din. Mirë po me një kusht. Kushti është ditunia me të bo ma të devotshëm. Për shkak se Allah s.w.t. thot inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Mas shumë të që i duhet mi u friksu Allah të zhëllë ata të cilët din. Ata të cilët e din e njohin Allah s.w.t. Këta duhet mi u friksu Allah s.w.t. ma shumë. Se sa ata të cilët nuk din. Kështu Allah s.w.t. në mësën Kur'an. Kështu të pejgamberi alayhis salam, kur Ebu Darda radhiyallahu anhu është nalë edhe ka kritiku vetën e vetë. Edhe ka thonë, pejgamberi alayhis salam ka qenë njeri më i dituni në rrezullin toksor. Mi po me ditunin e tina është ngritë edhe ka thonë namaz natës, so që ju ka noj kampi namazit. Ebu Bekri ka qenë njeri që ju kampi përgëzuar me xhenet. Mirë po ka bo veprat mira, ka dhonë sadak, so që 3 herë ka dhonë pasunin për hirit Allahut azza wa jall. Othmani radhiyallahu anhu ka qojt aq shumë, so që 2 sheja në faqet e tina, në sytë e tina ju mbo pej lotit të madh. E këta e njerëz, këta e sahabë cilët, ato çka e kanë ditë prej pejgamberit alayhis salam që e kanë mësu, e kanë shtin praktik, nuk e kanë marrë ditunin vetëm si informacion, për shkak se edhe në varr njeri kur pyetët kush o Zoti yt, e kush o pejgamberi yt, e cila o feja jote, thot pejgamberi sallallahu ka me pas për njerëzve që kanë me thonë, unë e kom thonë diçka në dynjë. Se s'po më ishtash me thonë. Për shkak se në dynjë e ka ditaj, e ka mësu fjalën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. E ka ditë që Zoti i tina është Allah. E pejgamberi i tina Muhammed alayhis salam. E feja tina është Islami. Mi po pse në vërë s'mund me thonë? Për shkak se përgjigjet në vërë nuk janë praktike, nuk janë teorike, po janë praktike. Nëse një person e ka adhuru Allahun azza wa jall, në dynjë ka mundësi me thonë Zoti jam është Allah. Ai cili nuk e ka adhuru Allahun azza wa jall, thot pejgamberi sallam, ka pyetën që kanë me thonë Zoti jam është parja, për shkak se e ka adhuru parë. Apo Zoti jam është filani për shkak se ata e ka adhuru, apo ai e ka bërë sebeb që mu largu pi Allahut s.w.t. Edhe s'mund me thonë Zoti jam është Allah. Për shkak se përgjigjet në varr, edhe në ahiret, janë praktike ti çka ki praktiku në dynjë. Jo teorike. Jo me mësuti, sikur se libra dhe hinë provim edhe u kry, ka mundësi të jep provime në praktik nuk din sen. Ka mundësi në teori, në dynjë, me dhonte, edhe më bo mjek në teori, po në praktik, s'den asë një operacion më të vogël, me bo për shkak se ti mësu veç teori, jo praktik. E praktik dështon. Përgjigjet në ahiret, e në varë, jënë praktike ato që na kena praktiku. Por ata mos bëhet ditunia jonë, argument kundër neve në ditën e gjykimit. Kur është pyet një prej dietarëve për vlerën e ditunisë, ka thonë ditunia ka vlerë aq të madhe tek Allahu azza wa jall. So që pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai i cili kërkon dituni, edhe balenat mrana në ujë, në dete bojnë dua për të. Edhe bubrecat në folet e tyre bojnë dua për të. Për ata i cili kërkon dituni. Mirë po, thot mos u bë ti dritë për të tjerët e me djeg vetën tonë. Nëse një person i mëson tjerët për mirë, e haron vetën e vetë, atërës kë është sikur se lama, apo sikur se qiri, i cili e djeg vetën e vetë,
për mi ndriçu tjerët. Ai I cili I mëson tjerët mirë, e haron veten e vet. Allahu subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun." O ju cilët keni besu, pse pe thuni ato çka nuk pe praktikoni, çka nuk pe veproni. Sa vepër e shëmtuar është njëri me thonë diçka mos me praktiku. E në ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apo urnoni njerëz në të mirë e pa harroni veten e ju. E ju pi lexoni librat e Allahut azza xal, e hadithet e pejgamberit alayhis salam, e ju pi lexoni ditunin. Pi thu dikujt mos e s'bën me pi alkool, e s'bën me pi duhan, e s'bën me bë vepra të këqija e vetë i veprana, apo harron veten tënde. Për këtë ka thonë dietarët, mos u bë sikurse llampa apo sikurse qiri I cili e djeg veten e vet për tjerë mi ndriçu. Mirë po, bëno sikurse drita e diellit I cili ndriçon tjerët edhe nuk e djeg vetë. E lutem Allahun azza wajal të na përmirësoj gjendjen tonë, e të na falë wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Është nisani I vetëm vllazni çka e bën besimtarin me praktiku ditunin që e ka. Ajo është bindja në Allahun subhanahu wa taala. I dituni çka e merr, I dituni çka e mëson. A je I bindun çan dituni apo nuk je I bindur? A je I luhatshëm çan dituni që e ke mësuar apo nuk je I luhatshëm? Bindja është njërin me praktiku. Vallahi, qëta është se cilët për neve me në dhonë ka një gotë ujë. Edhe me në thonë, kina qitë helm të. Nëse je I bindën që ka helm të, vallahi se për. Shanë s'ka me pi. A nëse je I bindën që po bën hajgare qaj që po ta e për ujën e për në shlirë. Bindja është aje cila të shtim me vepru apo mustagru pi qësoj veprës. Vallahi, nëse e ndëgjën një hadith pejgamberit alayhis salam apo një ajet Kuranit që nëse e vepron një vepër është haram, është pi gjunohet mëdha e që e meriton dënimin e Allahut azza wa jall. Wallahi me kon I bindun dënimin e Allahut, wallahi as që e këshyr çat vepër. Vallahi shans ka. Për shkak se pejgamberi alayhis salam thot dënimi më I vogël në xhehenem është kam themrat mi pas në xhehenem e trut me lupi saj. Ky është dënimi më I vogël. E nëse njeri është I bindën në këtë dënim, edhe është I bindën që I qëta e ka ndalu Allahu azza wa jall, apo pejgamberi alayhis salam largohet prej saj. Apo nëse është I bindën që sani I parë që ka më pyet në ditën e gjykimit është namazi. Derën më të madhen ka më pas se çysh me kry çat obligim. Çysh me kry çat namaz. Çysh me kry një urdhën të Allahut azza wa jall. E mos me dal para Allahut azza wa jall pa namaz. Ashtu të sikur se e përmend një shembull në dietar. Thot çështja e bindjes është sikur se na që jena të bume I këtë vend, edhe mi pas dy dalje. Njën on djathë e njën on të majtë. Edhe me thonë, hoxha xhamatit, nëse dalin pjanës djathë, atërës keni me konë shpëtum. Mos dini pjanës të majtë se jënë të qenë qartën. E do luaj që ju nik pikofshit zoologjik e jënë të I myt njerëz, të I shky njerëz të I hangër. Ai I cili del pjanës të majt, ai ose s'pi beson këtina që është çka të thonë, ose është të e shkatru vetë. S'ka tjetër përgjigje. Apo, nëse ti më thu, nëse del piderës të majt, rruju se jënë të myt njerëz, jënë të hangër dhe qenë qartën, edhe ne e ngri kryt edhe dal qanena. Ose s'po të besoj I ty, e që kjo është që ajo përgjigja kryesore. Ma e sakta se vetën kërkush nuk e shkatran. Edhe ai person I cili I nin hadithet e pejgamberit alayhis salam apo ajetet e Kuranit, edhe prap e vepron të kundërtën, do të me kthy bindje në Allahun azza wa jall. Se me të vërtet a është të I besu që të në hadithet e ajetet të Kuranit sinqerisht apo bindja e tina është e mangët. Kjo bindje
e shton veprimin ndaj Allahut azza wa jall, e shton frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala, e shton dashnin ndaj Allahut edhe pejgamberit alayhis salam. Edhe ta shton ty mundësinë për me praktiku. Ashtu që ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeriu e ka në trupin e tij në një copë mishi. Ajo copë e mishit nëse është në rregull, edhe gjymtyrët edhe veprat kanë me konë në rregull. Ajo është zemra. Zemra Ibn Qayyimi thot është sikur se komandanti i ushtrisë. Kur urdhnon diçka, ushtarët veç kanë me kryq atë. Zemra është komandanti i gjymtyrëve. Kur zemra bindet për diçka, i urdhnon gjymtyrët veç me kryq atë. I urdhnon ushtarët me kryq atë urdhën. Kur zemra është e luhat, edhe nuk është e binde në dituni çka e ka marrë, atëherës i thot gjymtyrë lënë brava, kovak, alo i rriti, kovak për mu pëndu, e kovak për me fal namaz, e kovak për me shku në haxh, e kovak mu largu pi haramet. S'ka vak vallahi. S'ka vak për shkak se na nuk e dinë se kur na vjen vdekja. E lutem Allahun azza wajal, na fal, na mëshiroj, na bëj për atë të cilët e praktikojnë ditunin që e mësojnë. Allahu azza wajal na largoft prej ditunisë që nuk ka dobi as në dynjë e në ahiret, e na mundsoft me përfitu prej ditunisë të hajrit e me praktikuar dituni që e mësojmë, e atë dituni që e ndëgjojmë. Allahu azza wajal na mundsoft me kon praktikues të festë Allahu azza wajal deri në frymën e fundit. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم